Galeria e Arteve në Shkodër ka mirëpritur ekspozitën personale Magjia e vizatimit të artistit të njohur Gazmend Leka. Ekspozita sjell parardashësve një koleksion punimesh në vizatim që përmbledhin krijimtarinë autore gjatë afër 4 dekadave, duke dëshmuar evolucionin e stilit dhe botës së tij artistike. E kam pas në mendje pasi janë galeri të cilat nuk të ofrojnë vetëm murin edhe gozhdën për të varë pikturat, por janë galeri të cilat të lënë me duar në xhepa, duan që nga transporti i punëve, që nga menaxhimi i ekspozitës, doon me të gjitha detajet edhe ti ke një kënaqësi shumë të madhe se ndjen vetëm të më gati të privilegjuar. Unë këtë lloj fati, le të themi, e kam ndjerë edhe një herë, doon para disa vjetësh, kjo është ekspozita dytë personale që unë bëj në Shkodër dhe me drejtë kam qenë që vi në një vend që do të më të mirë, pasi ka një publik nuk janë banorë dhe i qytetit, por janë banorë dhe i kryeqytetit të artit. Gjatë çeljes së ekspozitës, piktori Gazmend Leka ndau me të pranishmit reflektime mbi procesin krijues dhe rëndësinë që vizatimi ka pasur në gjithë rrugtimin e tij artistik. Kuratori i ekspozitës Ermir Hoxha e cilësoi krijimtarinë e Lekës si një nga kontributet më të rëndësishme në artin pamor shqiptar, duke vënë në par rolin qendror që zë vizatimi në veprën e tij dhe vlerat artistike që përcjell kjo ekspozitë. Në fakt, profesor Gazi ka rreth 4 vjet që ka filluar të punojë me vizatimin në mënyrë intensive dhe besoj që është një mënyrë për të rivizituar gjithë karrierën e vet. Dhe e lehtë apo e vështirë pastaj për ta zgjedhur nuk bëhet më fjalë, sepse profesor Gazi është një profesionist i cili jeton me artin dhe me krijimtarinë e vet. Kështu që besoj që lehtësia e punës me të është një gjë e cila është tashmë të sanksionuar mbi 10 vjet punë të përbashkët që ne bëjmë. Kështu që çdo gjë lind në mënyrë shumë natyrisme, është një gjë që ecën, po themi, paralelisht me frymën e kohës dhe kjo e bën akoma më të veçantë këtë lloj eksperiencë. Edhe drejtori i Galerisë së Arteve në Shkodër Fatmir Juka konsideroi ekspozitën një aktivitet me rëndësi për jetën kulturore të qytetit, duke theksuar se prania e artistëve të këtij niveli pasuron kalendarin artistik të Shkodrës. Kemi kënaqësinë të bashkëndajmë me ju ftesën, veprën, personalitetin, po dhe një libër të cilin ne kemi filluar me hap që para 8 vitesh, një libër i cili është një enciklopedi jo vetëm e artit shqiptar, por është një enciklopedi e mendimit filozofik, estetik, e cila është pjek, mund të themi zyrtarisht, në këto vite të shkëmbimeve, po dhe të një lloj tranzicionit të shoqërisë shqiptare. Dhe në këtë harkat ndryshimesh të mëdha, ky libër, ky udhëzues për të pa qartësisht në këtë tranzicion të shoqërisë shqiptare, që nuk është vetëm e tillë, sepse prodhon edhe vlera vazhdimisht, është libri që ka prodhuar, libri artistik që ka prodhuar profesor Gazmend Leka. Kjo është ekspozita e dytë personale e Gazmend Lekës në Shkodër pas 8 vitesh. Përveç veprimtarisë së tij si piktor, ai njihet edhe si pedagog në Universitetin e Arteve, si dhe për kontributin e dhënë si regjisor i filmave të animuar në Ish Kino Studion Shqipëria e Re.